Se energjinë e kemi të katërta të njëjtë, po foli për të seke, Blerina, Saronda dhe Arbesa, pashtu dhënë. Energjia është e njëjtë edhe e kuptojmë në nga tjetrën, qoftë edhe kur jemi edhe në biseda private, kështu që kjo na ndihmon tepër shumë edhe gjatë projektit në çdo improvizimet që i bëjmë. E njëjta vlen edhe te nusja më shkollë. Të seki pikërisht është edhe skena pra me i zhvjerën, që edhe mu personalisht më ka bu kështu shumë përshtypje. A ke ndonjë skenë tjetër që ty ndashta deri tash, më zbulojmë skena tjera, e ketë preferuarën që të ka duk më interesante? Po e flas një skenë, cilën ajo që është transmetu, momentin kur në esha për herë të parë solariumin. Çaj o konjona për skenave që në e du ma shumëti, edhe momentin kur në dalë prej solariumit. Po. Në shta shikuzve ju kujtohet, në ndërkohë, se nëse si kujtohet, munden me ime e këqyre epizode. Pikrisht këto, ndoshta është ketë edhe format tjetër edhe humore, pikrisht është ndoshta unë se e shok, kështu si gazetare, që i kom po edhe filma tjetër, kështu, për eksperiencës time, kom po që humore ndoshta është një ndër zhanret ma leta një farë mënyra, po shumë atë vështira për me gjithë humorin specifik që me ju përshtatë shikuzve. Mënyrën e punës, unë e kom mendu që është ma e vështira, por në momentin kër unë po foli për eksperiencës tamë gjithmonë. Në momentin kër unë e kom provu një zhanër tjetër komplet, atër që ato e kom koptu që e ka dalë, se pas ka alo edhe ma vështirë. Dhe me thonë të drama, unë e kom pas disa vështërsi për shkak të shpresë emocioneve, situatave cilat u dashtë më ushtjelu dhe që kanë qenë bage emocionale, ndërsa të komedia je pak ma e lirë edhe në imaginatën tonë. Dhe me thonë, po e thëmë ashtu me shfrenu pak imaginatën edhe që nështë edhe shikusit nuk është që e marin shumë për të madhe, ati se humar është të bo. Po, pikrisht. Diçka tjetër të seke që ty të kalon për shtypje, qka të përqenë do shta tek personazhet e tjera? Sepse ato e kemi edhe një skem, pra ku kemi kështu një intrik, kur Arbesa këto vjanë e shë, po, e shë kështu, e boni si ju teston ty edhe Blerinën, për, do më thumë, për rogë, për kështu, e ka një salon, edhe aty edhe ajo skena shkon të shefi, edhe e shetë që, okej, këto, kështu. U ko njëna për skenave që e kemi punu bukur, edhe besoj që ka dalë bukur, që kjo është e mira e personazheve tona, se gjithë cila kena ato diferencën për njëna tjetrës, edhe që kjo po mdo këtë po e bën serialin për me që jem pak ma ndryshe se sa prej serialeve që jena mësu me e po, një Trendelinë cila është punëtore, po që i ka ato të metat e veta në thojza me thonë, një shefice për pek të mpun, po që jo gjdo herë të shkon që është të qyshti me nën, një punëtore tjetër që ka qef me konë gjithmonë në sy të sheficës, edhe punëtoreja tjetër e cila mundohet në ato të vetën me i bodë dredhina kushtimisht po e thëmë, po që nuk janë të jetë dhe bashkë që shpo ka qef. A i do të bereqetës, ndësa ne bereqetja e dytë, për me mujtë me funksionu këto dredhinat? Paj, është të mundu me ishti në lojnë, këtë rast Trendelinën, kështu që të shohem në epizodat në vazhdim që ka pëndodhë. Po dhe Trendelina, kështu, edhe pse folë pak si ka dole. Më për vetëm pëlqan ti për shumë si personash. Po, edhe me dërte kështu manita me Blerinën, se qysh mundet atë shtu me ndryshu kështu në sekund, pra me miu përshtat rolet, definitivisht e keni atë energjinë në seriozitetin me njëra tjetrën, e gjitha të katërta kështu si ekip kështu permanentën atë në serial, do më thonë që jeni gati në çdo epizod. Po shpresojmë që na kena me funksionu mirë si dy kolege, diri tash jena të funksionu ti për mirë, edhe që ajo naiviteti asajna po e bën që çdo herë me mbesu mu si personazh, kështu që të shohim. Çka ka qenë përshtypja e parë kur e ke lezu informatat për rolin e bereqetës? Kur kemi folë për personazhin, do me thonë, kanë qenë ide të disa personave. Dikush e ka pas një ide se qka pëdën prej qati personazhi, unë ju më kun ajo që kom jap idin për emrin e personazhit, nuk e di pse më pëlqej për një moment, edhe se kom një ma heret në për projektet tjera, kështu që
ka qenë një ekip cilën e kemi mendu si ide se çka po dojmë prej qëtij personazhi, edhe po besoj që na veç ja kemi dalë mirë deri tash. Po shumë e tek xhirimet, si shkon puna e xhirimeve, do më thonë tek koha, sepse shumë që është në sallën në ndulime, kur zakonisht i bëni provat, sa ju zgjasen? Te kjo pjesë pak e vështirë, se po, është me një salon, edhe që duhet me prit, do më thonë, momentin deri të ato të përfundojnë punën, ku shfrytëzoj rastin me i falenderu ato qikat, se jonë tepër të mira, edhe na kanë ndihmu tepër shumë me vendin. Kemi prova një herë në javë, do më thonë të hanën, edhe se u bona pak pejone, pa hirem dullë. Edhe të martën xhirimeve, po dita e xhirimit varsisht kur po mundemi me u koordinu krejt, po kryesisht të martëve, do më thonë fillojmë mramje, edhe deri sa ti përfundojmë. Nështë pa koha e shkurt, po ja dali mirë.